Admir Ruqi është një gazetar sportist dhe një analist i njohur sportiv në Shkodër, por sot është pjesë e formacionet e ekipit e gazetarëve, ekipit të mediave që po luajnë në kampionatin Master 5x5, kampionati amator që zhvillohet për herë të parë në Shkodër dhe në Shqipëri. I kënaqur Ruqi me këtë aktivitet që po? Do të thënë shumë organizatorët të më filluar lazi jetë mirë, Aziz, jetë hysa dhe papresh të gjithë që ishin protagonistë të këtij starti të këtij kampionati. Është diçka e bukur, normalisht në një moshë 1-20 nuk është e lehtë lush, por edhe është shumë e bukur të lush sepse marrën trupin formë dhe mund të jesh protagonist pavarësisht me ekipet që lozin për mua është kënaqësi që marr pjesë, jam pjesë e gazetarëve sportiv, por po ashtu do të kisha qenë pjesë edhe e usherisë apo edhe Universitetit të Shkodrës që po lozim sot. Por është diçka e bukur sepse jam pjesë, duke qenë pjesë organike këtyre institucioneve, do të jesh edhe pjesë e pandare këtij universiteti. Është diçka shumë e bukur kur merr pjesë në një aktivitet të tillë. Jo që dhe veçanta se sot po luani kundër ish skuadrës tuaj, e keni përfaqësuar deri kemi dalë kampion, kemi dalë 2 muaj më herët kemi dalë kampion në universitetet. Dhe ishte diçka e bukur në rang Shqipënie të Universitetit të Shkodrës del kampion dhe çon kupën për fat të faleminderit edhe çunave që sot janë prezant, por në lanën tim kapiteni i ekipit në ndeshjen finale. Edhe është diçka shumë e bukur, një surprizë me të vërtetë e këndshme. E theksoi edhe profesor Fatum Nuria, kapiteni i ekipit të Universitetit Lulzë Verakuqit, që ndeshja sot është me vërtet interesante përballë gazetarëve. Ishin avantazh universitarët barazoj media, por përsëri në avantazh. Sepse fatmirësisht universitar. Fatmirësisht gati duke përjashtuar median sportive, pjesa tjetër e medias janë një moshë 9-40 dhe një shërej. Dhe me të vërtet të ri të cilët duhen vlerësuar dhe respektuar maksimalisht sepse po japin vlerat e tyre në qytetin e Shkodrës për më gjatë në Shqipëri. Kurse për sa i përket teje, Gjergjit, unë jena një pjesë e gazetarëve pa përjashtu të tjerë të cilët janë kameraman dhe janë pjesë e medias pa përjashtim, por është kënaqësi të them sinqerisht se ti je pjesë e këtij ekipi 1-20. Ju shikoj për pa mjashtë, jeni i djersitur, keni konsumuar shumë në fushën e lojës, me të vërtetë ishi shumë aktiv në 11 në fushë. Po jopi maksimumin e mundshëm sa mund me lajnë, se normalisht thash janë shumë zona, është mosha, është pesha, që bëjnë punën e vetë dhe nuk janë krejt e lehtë. Me çfarë pretendimesh është ekipi me realisht me formacionin që kena për të dhënë më të mirë dhe për të qenë ndoshta pjesë e katërshës do të ishte shumë vlerësim. Po shoh shumë ekipe të mira në ndeshjet që kena parë deri sot, në ndeshja fundit që lozin përballë universitetit, ka shumë ekipe të mira të cilët pretendojnë për të qenë katërshë.